Sot me mua kam Afërdita Paqaradën, ku kemi me fol pak më shumë për ndryshimin e trupit, sidomos mas moshës 40 vjeçare. Afërdita, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se Afërdita, a ke vërejt ndryshimin trup mas moshës 40-ave? Po, ndryshimin trup mas moshës 40, normal që vrehet, por nuk vjen për një herë ose pa pritmas, por është ndryshim që vjen gradualisht. Fillon me energjia, pak masa muskulare, pak çrregullimet e gjumit, ndrimi i hormoneve, i disponimit. Në konkret janë këto cilat vinë gradualisht mas moshës 40 vjeçare. A ke ndjetë që metabolizmi të ka ngadalsu? Po, definitivisht nuk ka ndonjë ndrim tjetër prej njerëzve ose grave që e kalojnë moshën 40 vjeçare, mirë po me zvoglimin e metabolizmit fillon edhe më ngadalë mu harxhu kalorit. Kështu që është shumë e rëndësishme që në këtë kohë, në këtë fazë të jetës, me fillu me aktivitet fizik në mënyrë që harxhimin e kalorive që trupi e ngadalson gjatë kohës sa qëndrojmë edhe gjatë aktivitetit me përshpejtu me aktivitet fizik. Pikërisht për mu, yoga ka qenë një prej aktiviteteve që më kanë kriju balans, jo vetëm në aktivitet, në fleksibilitet, por edhe në sistemin nervor, në qetësi të brendshme, në balans të gjithanshëm në jetën time. Pikërisht që kjo ka qenë edhe pyetja e radhës që dash me undëlidh, pse yoga mas pari edhe çka të ka ndihmu yoga specifikisht? A ke ndoshta ndonjë shembull se çysh të ka ndihmu direkt në jetën tonë? Unë shpesh i inkurajoj edhe mikeshat e mia me u kyç në sesionet në yoga me ty, jo vetëm për faktin që aktiviteti fizik më jep dobi, por për faktin që disa fjali cilat ti ke përdor, unë i përdor dhe praktikoj edhe në jetën e përditshme. Si për shembull, gjeje komfortin në diskomfortin cilin krijohet gjatë aktivitetit fizik. E kom përdor shumë shpesh edhe më ka ndihmu, kështu që jam mirënjohëse për kohën që kemi kaluar bashkë. A është vonë me fillu mas moshës 40 me u kujdes për trupin tënd? Nuk është vonë asesi në asnjë moshë me fillu me aktivitete fizike, sepse trupi përgjigjet pozitivisht ndaj kujdesit që ja jep. Do të thonë gjithmonë benefitet janë të mëdha kur tregon një kujdes ndaj trupit, pavarësisht moshës. Edhe e fundit, cili është mesazhi juaj për gratë që po hyjnë në këtë fazë të jetës? Mosha nuk është numër dhe nuk është kufizim për me kujdes për veten. Është shumë e rëndësishme që me i marrë benefitin e kujdesit të vetës dhe me bardh mbas vetës sa më shumë vite të shëndetshme. E për më shumë video si kjo, bëj një follow Urban FM-it dhe subscribe në YouTube.